Shtukja e pinguinëve, një thirrje nga skajet e botës. Skajet më të largët të planetit Tokë, aty ku akulli shtrihet pafund dhe era këndon këngë të lashta, jetojnë pinguinët. Ata janë simbol i qëndrueshmërisë, i bashkëjetesës dhe i ekuilibrit natyror. Por sot kjo botë e ftohtë po ngrohet dhe bashkë me të po shkrihet edhe fati i pinguinëve. Shtukja e pinguinëve nuk është thjesht humbja e një specieje. Është një paralajmërim i qartë për njerëzimin, një shenjë si natyra po flet dhe ne duhet të dëgjojmë. Pinguinët kanë jetuar për miliona vjet, duke përshtatur në kushte ekstreme, ku shumë gjallësa të tjera nuk do të mbjetonin. Ata janë mjeshtrit e notit, të organizimit shoqëror dhe të sakrificës prindërore. Por përballë ndryshimeve të shpejta që po ndodhin sot, edhe këta mjeshtër të mbjetesës po dorëzohen. Një botë që po shkrihet. Groja globale është armiku kryesor i pinguinëve. Temperaturat në rritje po shkaktojnë shkrirjen e akujve në Antarktidë dhe në rajonet subantarktike, aty ku shumë specie pinguinësh çumohen dhe rrisin të veçlit e tyre. Akulli nuk është vetëm peizazh, ai është shtëpi, mburojë dhe terren jetik. Kur akulli shtuket, pinguinët humbasin vendet ku vendosin vezët, ku fshihen nga grabiçarët dhe ku pushojnë pas udhëtimeve të gjata në det. Shumë koloni pinguinësh janë zhdukur plotësisht, të tjera janë zvogëluar ndjeshëm. Studiosit kanë vërejtur se disa specie si pinguini perandor mund të humbasin mbi gjysmën e popullsisë së tyre deri në fund të këtij shekulli nëse trendet aktuale vazhdojnë. Uria e heshtur në ujë. Detet po ndryshojnë, temperaturat më të larta po prishin ekosistemet detare, duke ndikuar drejt për drejt në ushqimin e pinguinëve. Krilli, peshqit e veçël dhe kallamarët, burimet kryesore të ushqimit, po zhduken ose po zhvendosen në zonat më të thella dhe më të ftohta. Kjo do të thotë se pinguinët duhet të notojnë më larg dhe më gjatë për të gjetur ushqim. Kjo lodhje e vazhdueshme ndikon veçanërisht tek prindërit, të cilët duhet të ushqejnë të veçlit e tyre. Shumë këlysh nuk mbjetojnë, sepse prindërit kthehen shumë vonë ose pa ushqim të mjaftueshëm. Uria nuk vjen me zhurmë, ajo vjen ngadalë, duke zbrazur kolonitë, duke të mësuar brezat të tërë dhe duke bërë mbjetesën gjithnjë e më të vështirë. Njeriu dhe gjomet e tij, edhe pse pinguinët jetojnë larg qytetërimit njerëzor, ata nuk janë të mbrojtur nga veprimet tona. Dogja plastike, derdhjet e naftit dhe përshkimi i tepruar po ndikojnë drejt për drejt në jetën e njerëzve. Plastika gjen gjithnjë e më shpesh në stomakun e shpendëve detar. Rrjetat të përshkimit i zënë në kurth. Anijet dhe aktivitetet industriale prishin qetësinë e habitateve të tyre natyrore. Turizmi pa kontrolluar në zonat polare, dhe pse shumë i padëmshëm, shpesh shkakton stres te kolonitë e pinguinëve. Zhurma, afërsia dhe prania njerëzore ndryshojnë sjelljen e tyre natyrore. Jeta shoqërore që po coptohet. Pinguinët janë krijesa thellësisht shoqërore. Ata jetojnë në koloni të mëdha, ku çdo individ luan një rol të rëndësishëm. Humbja e disa antarëve mund të prish ekuilibrin e gjithë kolonisë. Qiptet e pinguinëve shpesh janë besnik për një sezon ose më shumë. Ata ndajnë përgjegjësinë për vezët dhe për rritjen e të vegjëlve. Kur një prind humbet jetën për shkak të urisë, dotjes apo lodhjes, i gjithë cikli i jetës prishet. Shtukja e pinguinëve nuk është vetëm biologjike, është edhe shkatërim i një strukture shoqërore të ndërtuar me kujdes nga natyra. Një pasqyrë për njerëzimin. Fati i pinguinëve është i lidhur drejt për drejt me fatin tonë. Ata janë tregues të shëndetit të planetit. Kur ata vuajnë, kjo do të thotë se diçka nuk shkon në ekuilibrin global. Nëse akuj shkrihen për ta, ata do të shkrihen edhe për ne. Nëse detet varfërohen për ta, do të varfërohen edhe për njerëzit. Pinguinët nuk janë thjesht viktima, ata janë lajmëtar, shpresa që ende ekziston. Ende ka shpresa. Shkenca, ndërgjegjësimi dhe veprimi i përbashkët mund të ndryshojnë rrjedhën e kësaj historie. Mbrojtja e habitateve. Ulëndotjes, kufizimi i përshkimit industrial dhe lufta kundër ndryshimeve klimatike janë hapa të domosdoshme.
Çdo veprim i vogël ka rëndësi. Çdo zgjedhje që bëjmë sot ndikon në botën e nesërme. Pinguinët nuk kanë zë për të protestuar, por ne kemi. Mbyllje. E heshtje në akujve, që shkrihen, dëgjohet një thirrje. Është thirrja e pinguinëve, një thirrje për ekuilibër, për respekt dhe për përgjegjësi. Nëse shpëtojmë ata, në një farë mënyrë shpëtojmë edhe veten tonë.